Ne provuam rrugën më të shpesht që njerëzit e ndjekin për të humbur peshë. Kush ka thënë që është lehtë mu të pësu? E vështirë edhe lashme, megjithatë ka njerëz të cilët luftojnë për me çu deri në fund këtë punë. Ne e njohim një personazh i cili ka luftuar shumë për me arrit qëllimin e tij. Ai është Fisnik Ismaili, i cili ka humbur plot 35 kg. Fisi ka tregu që si i vogël ka qenë më i madh se të gjithë fëmijët e tjerë dhe me peshë më të madhe. Si bebe kom qenë duq, kom lind 5 kg, edhe kom qenë shumë bebe madhe, dhe kom një fotografi 3 muaj që dogna gati një vjeq. Do më thonë kështu për nga masia, edhe tula kom pas si ajo logo e Michelinit, do më thonë në thyrshën Michelin. Po me kohë, s'po thëmë që jem dopsu krejtësisht. Në qatë kohë, kur jem rrit, po sa që është pubertet, mu më konsiderojshin si trash. A kur i shoh fotografijat që tash në keshët se i kom pas 87 kg, e për gjatësin që i kom 87 kg jam kogja pak, po atër krejt kem qenë te për të hollë, e unë e kom pas pakës bark, krejt pak bark. Po unë e peshën e kom shtu kur kom shku në Angli, 18 vjeqar, edhe para se me shku në Angli, unë kom lujt basketball çdo ditë, edhe s'jom nalë kur, do më thonë në aktivitet fizik kom pas shumë. E në Angli basketball s'lun kërkush, edhe kur shkova unë e pash që s'mosha një fusht basketit me gjetë, s'pa ku s'disha ku me gjetë, nuk është sport kombëtar, edhe pauzova prej aktivitetit fizik, njëkohësisht e zbulova McDonaldin, edhe kur i rash Big Mac-ave, i shtova dikun nëse s'gabonja 60 kg për 4 muaj. Edhe me njerë u bona fisi 140 kg. Mu ma 6 muaj e s'kan mujt as prind me më njoft kur kanë anë vizit në Angli, as shokët se më kanë njoft, edhe ndryshova drastikisht që atëherë, edhe pre atëherë, po flasë vitin 1991, une me qitë pesh, dikon mit 130 kg kom najt. Ai na konfirmoi atë që aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm për shëndetin dhe pengon shtimin në peshë. Nuk është që më ka pengu mu pesha shumë në herë, se gjithmonë kom qenë fizikisht aktiv. Edhe ty qenë fizikisht aktiv e di që pengojke me livrit, po jo që shumë, se gjithmonë kom pas fuqi edhe kom lujt. Kom lujt basket, kom qenë lëvizje, edhe pse nuk u dopsojsha. Po mas ne kom nalë aktivitetin fizik para 10 vjetëve, kur e lëndova gjunin shumë keq, edhe 4 muaj nuk eca, pikrisht të i lujt basketball, edhe 10 vjetë e kom pas një farë pauze ku edhe fizikisht nuk isha mo aktiv. Unë mësova me ecë për zdyti, edhe që aty unala, edhe shtova pesh, i bona 160 kg, edhe nuk të isha me vrapu mo hisë hiq, po dhe me ecë për të isha, edhe pas që humba kondicion. Edhe krejt kjo ndodhe për 10 vjetë të fundit, edhe anise me më ndiku shëndetin. Do me thonë, se sa kom qenë i trash edhe aktiv, e kom pas ma letë, edhe kom qenë edhe nuk u smunsha, edhe organizmi funksionojke. Për momentin që e nalë aktivitetin fizik, veç e pash që anise me ndiku edhe shëndetin, se nivelli sheqerit, edhe unë isha i lodhën të ankohën, s'mosha me punu. Si krejt neve, edhe fisit ja ka na ushqimin. Ushqimin jam trash se ma ka kojt ushqimin edhe ma kona shumë, edhe unë jam një tharë i madh, i gati pëthuj se gjdo ushqimi, botnor, edhe tradicional, edhe të huj, edhe kom qef me provu sene, edhe kom qef me hongër shumë, edhe drejtë me thonë, bëllë vështirë për kom tash që e kom reduktu ushqimin dukshëm, po mos aktiviteti edhe ushqimi më kam bo mu trash, jo në sen tjetër. Gjithmonë e ka pas idenë që të dopsohet, mirë po asnjëherë nuk e ka marrë shumë seriozisht, përveç se ka humbur disa kilogram duke praktikuar jogën. Gjithmonë e ka ditur që do të vi dita kur ai do të filloj të kujdeset për trupin e tij, e ajo ditë sigurisht që erdhi.
E qështu edhe vendimi me ushtru erdhë një natë, 2 net para ditës pavarësisë, ditës flamurit, edhe veç që më që në fund natorit e gjeta një datë dimnit, se dimnit edhe ma pak ushtroj njerëz, dimnit zakonisht njerëz shtojnë pesh, unë e sfidova vetën bashkë që atëherë në fund natorit, 4 ditë të fundit nëntorit, kom vendosë me anisë më ushtru. Më ka marrë tepër shumë kohë, për thëmë 10 vjetë, edhe për kur hina aty, thash s'ka mo që më nalë, edhe që sot jem 35 kg ma i letë, ama ka qenë shumë rrugë mundim shme kjasë. Ai nuk ka përdor një dietë të rrept të braktisjes së ushqimit. Nuk se kom braktis shumë sene. Unë i kom nalë 2 sene esenciale që duhen më nalë, edhe që ja rekomandoj krejt tjerëve me nalë. Edhe kom vrej që ato sene ma kanë ndiku shëndetin ma shumëti. Brumi edhe sheqeri. Unë kom qenë në gjendje me pi 2 shishe Coca-Cola në ditë. Sheqerin e kom konsumu tepër shumë. Dhe në momentin që unë e kom nalë sheqerin, mu dukshëm ka ndryshu në sistemin tem imun. Unë nuk jom smu prej nëntorit vitit 2013, as gripin ma të vogël se kom pasë. Edhe krejt pse veç e kom lënë sheqerin. Edhe kom njësë me u pesh se e lash brumin. Unë ndjetë tem se kom zhduk asnjë ushqim, veç e kom reduktu. Edhe që ka po bëjt tash, është kur po marrë me hongër diçka, po zgjedhi që ako me hongër, se për di që ko me hongër pak, edhe po shkoj për zgjedhi senet më të mira dhe që ato pi hop pak, po bile që ato shujta që pikom të mira. Pjesë e jetës së Fisit tashmë është edhe palestra. Unë jem të ushtru me dodjem të transformot.com, edhe me ta unë jemi bo shok shumë të mirë. Ata në 3 trajnus, me cilë të në takona mas shpeshti kur ata i kryën krejt klientat tjerë, edhe mas një bashkë dikun ka 10 mramjes, takona në palestër edhe ushtrojnë bashkë. Ata mund më kanë detyru me shku 5 dit njavë, po te tash zdia ja kom respektu në herë 5 ditëshin, po mundohna sa ma i regullt me qenë. Kur nuk shkoj ka një 2 dit rësht, ata vinë kopit për flokështë edhe në qojnë palestër. Dhe më thonë, ata lu një rol të madhë në motivimin tem, po edhe une dhe vullneti jam ka qeni domosdoshëm për me më rri, se boni se pate pak do vetë disiplina, une shquhna si njeri pa vetë disiplina, une absolutisht hitësja prish i vetës. Edhe këtu tash po mundohna pa ja prish vetës shumë, krejt që ta me marë si një farë knatësie, jo si një farë detyrimi. Edhe kur po ushtroj, unë si ishtë sportist, po knaqna, që ta shti po muj, ja kom njës me ngajt, mas 10 vjetë, unë para 2 mujve ngajta herën e parë, kur ngajta 200 metra, mërë me kajt pikzimi. Tash po ngaj, po luj basket ka një orë pa unal, edhe s'po ma len shaj. Do me thonë, mu ka këthy ai kondicioni që kom pas ma herët, edhe plus unë nga peshës, edhe mu ka njerë po kom momenti që po njina si 18 vjeç. Edhe hala duhna me hu pesh për më një e ma mirë. Tash ja kem njës na me ushtru edhe me që pesha e me bo ushtrime fizike ku tash po ndërtoj muskuj. Tash muskuj ka peshën ma të ronë se vjami. Tash unë po shkri vjam, po shtoj muskuj që pi bjen që unë po dopsohna, se unë për shambull pantolla 36, e në fundit njeti kom vesh në tenishën, kur kom shku në Londër. Edhe kur i bleva që tash do 36, që s'mun isha me besu që kom i me gjetë pantolla në një dyqan normal. Edhe, do me thonë, tash nuk jëm në atë fazën ku humbja peshës po matët me kilogram, po me centimetra. Do me thonë apo mbin majicat. Unë kom që tash majicat me 2 x-a, derisa kom pas, herën fundit, i kom pas me 4 x-a. Fisi ka motiv dhe dëshirë t'i humbe dhe 10 deri në 15 kg. Ku kom qenë? Edhe duhna s'kom qare, se i kom bo do vjetë,
edhe tash nuk është mo veç çështja e pamjes. Normal, për herë po njetë mu për mdo këtë vetja pak maj bukur se që mu ka do këna herë. Shumica e njerëzve kur duan të humbin peshë, mbajnë poster të mëdhenj të njerëzve me trup të formsuar, mirë po fisit i ka ndodhë diçka krejtësisht tjetër. Tash që të ka nëzhe dy raste. Në 2001, kër kom shku në Amerikë për herë parë, kur dilshen me në tenë shishe njerëz bukur të hollë, unë e kom qenë kogja i trashë atër, edhe mas ne flajsha në Bronx të një shok. Si shkësha në Bronx, aty veç ish një strukturë këtë tjetër njerëzish. Aty ish njerëz 3 herë ma të trashë se une, 3 herë ma të najse une, unë do ke vetja maneken. Edhe mas ne mus më dilken Manhattan, his më dilken qëtet, më rriken Bronx që atë ma allë pali dhe së nisha mirë me vetë vetën. Fotografia më inspiru nuk maj se unë nuk kom najfar ambicje, më bo najfar zhvile me six-pack edhe pse këta djendë kam premtu që six-pack-in kanë me manzirë. Mas janë një vjeti e gjysë. Unë e di që për six-pack du shumë punë e s'dija ku mu lodhën. Unë po du muni mirë me vetë vetën, me mra tesha të amon, edhe shëndetin mos me mandiku mbi pesha. Tashmë rrobat që i ka veshur në atë kohë vetëm se jazën rrugën në dollap dhe si që tha ai, nga njëherë i ngatron me disa të reja që tashmë i ka blerë. Edhe është e mundimshme, por edhe nuk është qa që vështirë. Do më thonë, ti maje një farë balancin mes ushqimit reduktum edhe zgjedhe hajsanet ma të mira. Nëse edhe ka njerë edhe të prom pak, hajesanin e mirë, mos ha gjithë shka, mos ha mrameve, edhe ushtro shumë. Njëherë fillimisht ka më konë shumë shtirë, po mas ne kime gjithë knaqësi. Mos ha si gjaja, ushtro si gjaja.